Imagjino këtë situatë, kur këta sahabe e çmojnë dhe e nderojnë prezencën e pejgamberit alisam. Plus brenda xhamisë. Në një situatë të tillë, hyn një beduin, cili ka nga shkretira, nuk ka pa qytetrem, nuk ka pa po themi shejtëri të vendit e as të prezencës së dikujt. Futet brenda edhe në moment caktuar i ofrohet nevoja e tij fiziologjike dhe ngritet aty pak në qosh, në skajet të xhamisë dhe po e kry nevojën e tij fiziologjike. Në këtë moment, sahabët natyrshëm reagojnë. Sahabët reagojnë natyrshëm, sepse është xhami, është vendi i dijes, është vendi i cilin është pejgamberi alisam, ne sahabët nuk i qortojmë, sepse ata natyrshëm veprojnë një veprim të tillë. Dhe ngriten për ta qortu, për ta ndalu e kështu me radhë. Pejgamberi sa na jep modelin më të mirë të edukimit, pra sqarimi para qortimi. Sqarimi para qortimi. Aja ke bot qartë fëmis, aja ke bot qartë vllaut, aja ke bot qartë shokut, aja ke bot qartë kujdo që ti i flet dhe përpjekesh që ta edukosh, aja ke bot qartë se filan puna ban, nuk ban, cilat janë pasojat, cilat janë ndalesat, cilat janë ndikimi i saj e kështu me radhë. Po sa kemi dirë mund fillimisht në sqarimin dhe në detajizimin e çështjes së caktuar, të haramit, fshëmtisë së punës së kështu me radhë. Pejgamberi sa thotë dau, lene, sepse po u ngrit ju, pasojat do të jenë më të mëdha. Dhe sa po e përfundon, ofrohet tek pejgamberi alsa, thotë eja këtu. Dhe e përdor metodën e domosdoshme të çdo kujt që don ta edukoj dikan. Ajo është metoda e sqarimit para qortimit. Dhe i thot atij, shiqa, këto xhamia janë bërë me adhuru Allahun xhalla shanu. Në këto xhamia nuk lejohet me bë veprime çfarë don me bëti. Sepse janë vende të shenjta, janë vende të pastra, vende ku ngritet fjala Allahu xhalla shanu, e kështu me radhë. Dhe me kaq e përfundon, duke mos e bë këtë çështje për çështjeve të armiqësisë ose të zhurmës së kështu me radhë. Por sigurisht se deklarata e tij dhe të ngjashëm për pejgamberin sa më ishte se kam ardhur dhe kam dëgjuar njeriu mësuesin më të mirë që mund ta sheh. Në rrethana të tjera një njeri kur pejgamberi sa më permision dhe sahabët sillen ngjashëm me këtë, thot Allahumma arhamni wa Muhammada. O Allah falu mua, shiro mua dhe Muhammedin alayhissalam. Ndërsa me neve mos e mshiro kërkan këta të tjerë, të cilët kaluan direkt në qortim dhe direkt në ndëshkim para se të sqarojnë dhe para se të ngritin argumentet e mësimit dhe të edukimit të duhur. Sigurisht se ai ishte rahmeten lil alamin, ishte mëshirë për mbar botrat,